Kreu i Kuvendit ka komentuar deklaratat e kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski në lidhje për zbatimin e parimit të badenderit në gjykatën kushtetuese. Gashi vlerësoi se futja e këtij parimi edhe në institucionin më të lartë gjyqësor nuk duhet të jetë temë tabu. Mendoj se çështja e badenderit gjykatën kushtetuese nuk duhet të jetë tabu temë. Mendoj se duhet të diskutohet nga dy dimensione, nga dimensioni politik edhe profesional. Mbi të gjitha duhet ta kemi parasysh që gjykata kushtetuese të jetë funksionale dhe të jetë cilësore në sjelljen e vendimeve për çfarë edhe është formuar ajo, domethënë në funksion të mbrojtjes së kushtetutës dhe kushtetutshmërisë së sjelljes së ligjeve në vendin tonë. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski të martën tha se jo vetëm ç'është kundër vendosjes së badenderit në gjykatën kushtetuese, por shkoi edhe më tej, duke thënë se më mirë të mbyllet ky institucion sesa të vendoset ky mekanizëm. Ndërkohë, kryekuvendari Gashi ka komentuar edhe kërkesat e ndryshme për ndryshimet kushtetuese. Ai ka theksuar se hapja e kushtetutës është një çështje e ndjeshme që nuk duhet të bërë në mënyrë ad hoc, duke nënvizuar se vendimi kryesor është në duart e partive politike. Hapja e kushtetutës është çështje e ndjeshme, para se gjithash është çështje marrëveshjeje mes partive politike dhe siç e dini, në kuvent nevojitën 2/3 e deputetëve. Nuk do të komentoja më tej, do të lija partive të vendosin kur është e nevojshme dhe për cilat çështje. Ai shëroi se sapo të hapet kushtetuta, secili tenton të arrijë qëllimet e veta politike. Sipas Gashit, secili këmbgul në diçka tjetër dhe kjo mund të çojë në krijimin e problemeve më të mëdha se sa përfitimet.